Hello, si ja kaloni, të dini ju dhe sa pak cop kanë ngelur nga fustani lamur, s'do humni të kohë të shihni këtë video, por do bëni direkt porosin tuaj. Që kur e kemi bërë pjesë të koleksionit ton, unë kam rënë në dashuri, nuk di çfarë them, për cilësinë e copës, modeli, pjesa e balkonit italian, si them unë, kur është busti shumë i ekspozuar, por në mënyrë tepër klasike, nuk e di. Mund t'ju bëj një spoil që ky fustan do jetë në L'Officiel Dubai nga Luana Vjollca. Si gjithmonë, çdo fustan jon ka detajin e logos ton, dhe tani më duhet ta paketoj për një klientën ton, e cila është me fat, për ky fustan është me fat. Porosia është gati dhe si çdo porosi na fusim the thank you card dhe the stickers. Dhe ne do shihemi tek porosia e radhës. Ciao. Hello, si ja kaloni, të dini ju dhe sa pak cop kanë ngelur nga fustani lamur, s'do humni të kohë të shihni këtë video, por do bëni direkt porosin tuaj. Që kur e kemi bërë pjesë të koleksionit ton, unë kam rënë në dashuri, nuk di çfarë them, për cilësinë e copës, modeli, pjesa e balkonit italian, si them unë, kur është busti shumë i ekspozuar, por në mënyrë tepër klasike, nuk e di. Mund t'ju bëj një spoil që ky fustan do jetë në L'Officiel Dubai nga Luana Vjollca. Si gjithmonë, çdo fustan jon ka detajin e logos ton, dhe tani më duhet ta paketoj për një klientën ton, e cila është me fat, për ky fustan është me fat. Porosia është gati dhe si çdo porosi na fusim the thank you card dhe the stickers. Dhe ne do shihemi tek porosia e radhës. Ciao. Hello, si ja kaloni, të dini ju dhe sa pak cop kanë ngelur nga fustani lamur, s'do humni të kohë të shihni këtë video, por do bëni direkt porosin tuaj. Që kur e kemi bërë pjesë të koleksionit ton, unë kam rënë në dashuri, nuk di çfarë them, për cilësinë e copës, modeli, pjesa e balkonit italian, si them unë, kur është busti shumë i ekspozuar, por në mënyrë tepër klasike, nuk e di. Mund t'ju bëj një spoil që ky fustan do jetë në L'Officiel Dubai nga Luana Vjollca. Si gjithmonë, çdo fustan jon ka detajin e logos ton, dhe tani më duhet ta paketoj për një klientën ton, e cila është me fat, për ky fustan është me fat. Porosia është gati dhe si çdo porosi na fusim the thank you card dhe the stickers. Dhe ne do shihemi tek porosia e radhës. Ciao.